Detajet e reja kanë dalë në dritë lidhur me vrasjen e 30 vjeçarit Endri Goxhaj. E ndodhur mbrëmjen e së martës në Memaliaj Tepelen. I riu qëllua me armë zjarri gjatë një përplasje të armatosur mbrëmjen e së martës së 21 prillit dhe pavarësisht transportimit me urgjencë, humbi jetën rrugës për në spital. Policia ka shpallur në kërkim dy vëllezër, Donald Donela dhe Marial Donela, të dyshuar si autor të ngjarjes. Sipas hetimeve paraprake, viktima dhe autorët ndodheshin në dy grupe të ndryshme dhe mes tyre ka pasur shkëmbim zjarri. Nga përplasja mbeti plagosur edhe vëllai i tyre Dali Nela. Burime nga grupi jetimor bëjnë me dije se konfliktet mes palëve janë të hershme dhe dyshohet se lidhen me aktiviteti në fushën e narkotikëve. Donald Donela rezulton person me precedent penal, i përfshirë më parë në trafik droge, si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, i goditur nga policia e Sarandës në vitin 2018. Ai shetuar gjithashtu edhe për një grabitje në një pikë këmbimi valutor në Tepelen. Ndërkohë, i plagosur i Dali Nela, sipas burimeve, ka lidhje familjare me Fisin Kalemi. Disa persona janë shoqëruar si dëshmitar okular dhe individ, të cilët mund të kenë dijeni mbi konfliktin, por deri më tani, dëshmitë e tyre nuk kanë ndihmuar në zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Hetimet vijojnë, ndërsa policia është në ndjekje të autorëve të dyshuar.